Genta Ismaili me dhejës 3 herë e asnjëherë. Qysh është e mundur? Një panterizi, një këngë e lansuar vitin 2010 nga Genta është të bo bujnë TikTok. Sot që mundet me t'inglu e pabesueshme, 382 postime momentalisht qarkullojnë në TikTok me soundin e kësaj këngë e cila është të shku viral në përbot. Ti mund është me thonë pse, e ka një melodi të mirë që të metën kry, anë gjallë emocion, a është catchy. Ju, krejt shkaku i këtij viraliteti është teksti i MC Bekës edhe lëvizjet e panterës Genta Ismailit. Kjo është pak thik me dyteja prej njerëzve që po e shohin në mbar botën. Dikush pe këshy në aspekte negativ se Genta në këngë imiton rasat e ndryshme, e dikush tjetër pe merr me sportivitet e pe imiton Gentën për kërcimin e saj. Po qysh është e mundur që Genta Ismaili mas gati 22 viteve karrierë mundet me shku viral edhe prap krejt me fol për ta. Kësaj here, matematika është ma e thjeshtë se zakonisht se qysh pretenduhet për me shku një këngë viral. Kësaj here fiton fati, ku kënga një panterizi ka qenë pjesë e një meme page në Kosovë, ku krejt rastisht ka dëbërtu në masën ndërkombëtare. Po edhe pse është fat, e qeli mënyrë tjetër se qysh artistat e ri mundën me mendu për marketingun e këngëve tëne. Qysh po shihet në ditën e sotme, një këngë mundet me shku shumë përpara kur e ka kërcimin e saj, e që ti mundesh me bëni TikTok me ta. Po edhe teksti me u lidh me diçka që mundet me u lidh me momentet jetësore, me u bo mim edhe me shku viral. Tash ti s'ki nevojë me u bo TikToker për me pas këngë suksesshme, po kjo i ndodhi Gentës e derisa të bën ti hit, me siguri ki me bo follower Ban FM në krejt rrjetet sociale edhe subscribe në YouTube.